Një hetim që nisi 5 vite më parë nga prokuroria e Kurbinit për rrëmbimin, vrasjen dhe zhdukjen e kufomës së të riut Klevis Leshi, rezulton të jetë konkretizuar me mas arresti, vetëm brenda 9 ditësh nga kryeprokurori i SPAK Altin Dumani, një periudhë kjo mjaft e shkurtër kohore dhe denjësisht për t'u nominuar në librin e rekordeve Guinness, pasi solli më pas zbardhjen e plotë të një ngjarjeje të rëndë kriminale, të cilën as prokuroria e Laçit dhe as ajo e Lezhës nuk kishin mundur ta zgjidhnin çështjen për 5 vite me radhë. Por ky rekord vjen vetëm fal bisedave të zhvilluara në aplikacionin Sky, të cilat SPAK i ka administruar në përdosje penale nga partnerët ndërkombëtar. Pikërisht, kanë mjaftuar vetëm disa biseda në aplikacionin Sky, që prokuroria e posaçme të krijojë një bindje të arsyeshme se autorët e dyshuar të vrasjes së Klevis Leshit në Mamurras janë Saba Nuzi, Samet Loka, Sajmir Kolaveri dhe porositës financues Aurel Hoxha, si dhe një person i pestë ende i pa identifikuar. Gazetari Alton Qyno ka mësuar se SPAK kishte bisedat që 5 persona zhvillonin në Sky, por nuk kishte dosjen hetimore, ndaj përmes një vendimi të dërguar nga kreu i SPAK, prokurorisë së Lezhës, kjo e fundit ka transferuar fashikullin hetimor të dosjes penale që fliste për gjetjen e disa eshtrave të një njeriu në fshat të Laçit, eshtra këto që i përkisnin Klevis Leshit. Pasi janë studiuar aktet hetimore të dosjes së tërhequr nga Lezhë, me bisedat e zhvilluara në aplikacionin Sky, prokuroria e posaçme mbi bazën e këtyre akteve ka vendosur në datën 16 shtator 2025 të hapë një dosje penale numër 177. Hetimi ka nisur në 16 shtator 2025 dhe pas 9 ditësh, më 25 shtator 2025, gjykata e posaçme ka vendosur të miratoj kërkesën e prokurorisë së posaçme për lejimin e kontrolleve në disa objekte dhe prona të personave të dyshuar, si dhe urdhërimin e arrestimit të 4 personave. Sipas dosjes së SPAK-ut, Aurel Hoxha ka porositur vrasjen e të riut kundrejt pagesës prej 50.000 eurosh në shenjë hakmarrje për vëllain Agim Hoxha në Angli. Pas vrasjes së Klevis Leshit, Aurel Hoxha, i cili merrej me trafik droge dhe ishte pronari i lokalit luksoz Monopol në Tiranë, dyshohet se ka paguar Saba Nuzi, i identifikuar nga hetimet si personi që ka realizuar vrasjen me pagesë. 5 burra të familjes Leshi, Xhaviti, i biri Klevisi, vëllai i Xhavitit, Hajredini Artani dhe në fund Arben Leshi, dyshohet se janë vrarë dhe zhdukur nga e njëjta dorë përmes vrasësve me pagesë në shenjë hakmarrjeje për krimin e rënd në 2012 në Angli, ku Arben Leshi rrëmbeu, vrau dhe dogji shokun e tij Agim Hoxha nga fshati Shqefën i Burrelit, ku mësohet se ai ka marrë dhe parat. Shkaku i gjithë kësaj sage hakmarrjeje me 6 viktima është i Arben Leshit, i cili u ekzekutua në burg 11 vite pasi kishte vrarë shokun Agim Hoxha.